Ndërsa ditën e sotme në Pogradec është konstituar Këshilli Bashkiak. Kryetare e Këshillit me 16 vota është zgjedhur Natalia Velo, e cila është e Partisë Socialiste, ndërkohë që Aleksandër Çela i Partisë Demokratike ka marrë vetëm 13 vota. Të djathtët e kanë konsideruar këtë votim të pavlefshëm për shkak të një vote e cila është gjetur jashtë kutisë së votimit, ndërkohë që mbledhja është shoqëruar gjithashtu edhe me debate të shumta. Konstituohet Këshilli Bashkiak në Pogradec. Kryetar të Këshillit me 16 vota është zgjedhur Natalia Velo, e Partisë Socialiste, ndërsa Aleksandër Çela i PD ka marrë 13 vota. Të djathtët e konsiderojnë votimin të pavlefshëm për shkak të një vote për Velon që u gjet jashtë kutisë së votimit. Ndërkohë mbledhja u shoqërua me debate të shumta. Shkak i debatit ishte dorëheqja e këshilltarit të Partisë Demokratike Erzen Çeva, pasi në listën për këshilltar ndodhej edhe emri i vëllait të tij, Diogjen Çeva. Gjithashtu është bërë edhe betimi i kryetarit të ri të Bashkisë së Pogradecit, Eduard Kapri. I pranishëm në ceremoni ka qenë edhe zëvendës kryeministri Niko Peleshi, i cili shpreu gatishmërinë e qeverisë për mbështetjen e pushtetit vendor.